Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. E falenderojmë Allahun e madhëruar për mirësinë e madhe të këtij tubimi. Edhe në krye të herës duhet me I kërku falje djemve të mi se duket sikur ne kam kthy shpinën, por në fakt I kam dhënë zemrën. Se nga momenti I parë që u njoha me ta edhe me programin, thash këta janë të përzgjedhunit e Zotit. Edhe këta janë njerëz që sot hynë në një rrugëtim për të cilin do t'ju them në fund të kësaj ligjërate se kush janë këta edhe çfarë peshë kanë tek Zoti I tyne. Shumë I dashtun edhe I shtrejt hoxha e jon, Shekh Abdurrahim Efendi Kurtishi. Edhe unë patjetër që jam shumë I lumtur që në praninë e zotnisë tuaj qëndroj si një talebe I vogël, edhe marr bekime nga vështrimet tuaja, si të ishte një medet hynor, për të folë nga zemra ca fjalë, me të cilat shpresoj që të përfitojmë të gjithë. Pastaj I dashtun I zemrës vllau im, edhe hoxha I dashtun I Bashkësisë Islame Shqiptare në Kopenhagen, Basri Efendi Kurtishi. E për hir të zërtetës, duhet ta falenderoj përzemërsisht hoxhën tuaj të shtrejt, sepse me këtë që ka bën sot, ai dëshmon për kushtimin e madh ndaj fëmijëve tuaj. Se ai që I mëson fëmijëve fjalën e Zotit, edhe I merr përdore për ta lexuar si duhet librin e Zotit, në fakt I jep atyre një energji pozitive për të kenë njerëz me dinjitet. Se ai që udhëzohet drejt librit të Zotit është njeri prej të cilit vjen vetëm e mira. E këta filiza, e këta djem të mirë e të mbar, e fëmijët tuaj, janë një garanci e madhe për këtë vend, e për vendlindjen e tyne, e për çdo njeri me cilin ata do të kenë marrëdhënie e kontakt sa të kenë frymë. Prandaj Allahu ta shpërbleft hoxhë dashtun, edhe I lumit I për këtë mirësi të madhe që Zoti I gjithësisë ta ka mundësuar. I dashtun zotni Besim Ramadani, kryetari kësaj xhamie, në fakt ju sot keni dasëm, edhe keni një gëzim shumë të madh. Kjo është dasëm zemrash, edhe është gëzim I papërshkruar, sepse diplomoni një ekip me djem të mbarë, fëmijë edhe pinjoll të familjeve të mira shqiptare, që këtu në Danimarkë punojnë edhe jetojnë me djersën e balltit, e me dinjitetin e krenarinë e shqiptarit, edhe me udhëzimin edhe besimin në zemër. I dashtun doktor Islam Islami, mik I vjetër e I shtrejtë, drejtori I medresesë së famshme të Shkupit, medresesë Isabeu, e në veçanti me lejoni që të përshëndes përzemërsisht zanin e Amel të radios shqiptare të Kopenhagenit. Një zotni I shtrejtë e I mirë, me cilin Zoti I gjithësisë më ka lidhë dhe jemi ba miq me kohë e me kohë. E jemi taku me zemër para se me u taku fizikisht. Zotni Luiç Shkodrani, I cili është sot në mesin tonë, edhe që është një hise e Shkodër Loces, këtu në Kopenhagen, e me zanin e të cilit jemi mësuar me një gjuhë atë që është ma e mira në thirrjen drejt dashnisë për kombin, e për vendlindjen, e për vlerat tona ma të mira të trashëguara shqiptare. Të dashtun dhe të shtrejtë. Po lexoja në prag të përgatitjes për disa shënime, me I thanë sot përpara jush, edhe gjeta një shënim shumë interesant në veprën e famshme të Hatibi Bagdadit, në historinë e Bagdadit. Shkruhet për një personazh me emrin Ebu Sehel ibn Ziyad, për të cilin thuhej kështu, se nuk është parë njeri që I sillte ma bukur ajetet kuranore se sa Ibn Ziyadi. Ka shumë shoqërohej me Kur'anin, të dashurit e mi, se në fakt këtë fjalë duhet me thënë ju në veçanti. Ka shumë shoqërohej me Kur'anin, sikurse ju,
sa që e kishte për herë për parasyve dhe merrte prej tij atë që i duhej për të argumentuar përpara njerëzve. Edhe ju jeni në rrugën e Ibn Ziyadit, por prisni. Kam lexuar se ka njerëz që e njohin një këngë nga tingulli i parë. Sikurse ka njerëz që plotësojnë poezinë e vargun me fjalën e parë, edhe po ndalen paksa, edhe po marr frym, edhe po ju vën në provë. A ma pranoni? A ma pranoni? Zotni Luigi, a ma pranon? Ja t'ju themun, edhe ju plotësojeni. Ti Shqipëri me jep nder, me jep emrin shqiptar. Shikoni, e dini apo nuk e dini? Një fjalë duhet, edhe krejt zemra duhet me unez, me ukall, si thoni. Pse? Se është dashnia, është geni, është trashëgimia, është era e gjyshit, e nanës, e babës, është era e tokës, është vendlina që na ka dhënë Zoti, edhe na ka bë hise. Dhe kjo është hise hyjnore. Prandaj ti kur lexon ti Shqipëri me jep nder, ti nuk ke nevojë me vazhdu më shumë. Ti e din, me jep emrin shqiptar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë dhe me zjarr. Një fjalë. Por prisni, se e kam edhe një tjetër. E gjithë që jemi shqiptar, jemi një fis e një farë, kemi tërë një shpresë, një gjak, një gjuhë, një besë, besë e kemi Perëndinë edhe ligjë vllazërinë. Këtë një du të me i ditë përmendsh këto. Një du të me i ditë përmendsh këto. Këto janë kode të shtrenjta e të shenjta për gjithë secilin prej nesh, e nëpërmjet tyre prezantohemi me njëri tjetrin, edhe i kemi si kartë identiteti. Po vazhdoj. Ka njerëz që plotësojnë surën nga një ajet, nga një copës ajeti. A t'ju vë në provë, të thoni, ja ke ardhur në provuzët, ja dhe këte edhe nuk ju nguci ma tepër. Ihdina sirata, si? Qone prezajnë, po? Ihdina sirata, el mustaqim. Pastaj? Pastaj? Një fjalë, mjafton një fjalë. Edhe njerëzit reagojnë jashtëzakonisht mirë. Prandaj kanë thënë të dashurit e mi, edhe të shtrenjtë të zemrës, se shihni se me çfarë i mbushni zemrat tuaja. Edhe ne sot më shumë se kur kemi nevojë me i mbush zemrat tona me dashninë e Zotit, e me dashninë për njëri tjetrin, e me respektin për njëri tjetrin, e për ndërtimin e urave të harmonisë, të komunikimit, me krejt çfarë janë sisoji i on, e me çdo njeri, të krejt rasës njerëzore, sepse jemi vëllezër me njëri tjetrin, e jemi bit e një toke, e një origjine, për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ruajeni dhe mbrojeni tokën, sepse ajo është nana e juaj, edhe ajo do të dëshmojë nesër në ditën e gjykimit për atë çfarë keni bërë, një faqen e dheut. Do të dëshmojë. Prandaj jemi të ftuar gjithë secili prej nesh me e dash njëri tjetrin, me e respektu njëri tjetrin, me punu për njëri tjetrin, me ia dhënë dorën njëri tjetrit, me e ndjek njëri tjetrin, me mbështet njëri tjetrin, si besimtar, si njerëz të mirë, si njerëz me krenari dhe dinjitet kombëtar e fetar, si shqiptar të mirë, pa pyet se nga cila krahin je, me pyet për krahinën, veç për me t'u ba zemra mal, se është nga Shkodra, e është nga Tetova, e është nga Shkupi, e është nga thuj cepat e shumë të trojve tona e shqiptare, të dashton dhe të shtrenjtë. Kanë thënë se 3 tregëti nuk njohin asnjëherë humbje. Edhe ju, djemt e mi të dashton, jeni pjesë e kësaj tregëtie. Çfarë tregëtie? Ju nuk jeni tregtar, apo jo? Do të thoni për çfarë tregëtie bëhet fjalë? Në Kur'anin famullar, Zoti i Gjithësisë na tërheq vëmendjen edhe na thotë:
se innal ladhina yatluna kitab Allah, ata të cilët e lexojnë librin e Allahut. Shikoni këta, numri 1. Pastaj wa aqamu salata, edhe që e falin namazin, pra e ruajnë lidhjen e vazhdueshme me Zotin e gjithësisë, edhe japin nga ajo çfarë ne i kemi furnizuar, haptas edhe fshehtas. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ata shpresojnë dhe do të kenë një tregëti, pra një lidhje të vazhdueshme me Zotin e gjithësisë, lidhje dhe tregëti e cila nuk ka asnjëherë disfat edhe humje, që nuk falimenton asnjëherë. Prandaj tubimi i sotëm është dëshmia më e madhe e përkushtimit për këta djemë të mirë, të cilët hynë në një fazë të re të jetës së tyre, duke u dëshmuar si njerëz në besë me Zotin, e njerëz fatlum me atë çfarë kanë marrë dhe kanë merituar nga Zoti i gjithësisë. Se kjo që arrin këto sot është merit e punës, e sakrificës, e lodhjes, e durimit, e përkushtimit. A një gjutë sa bukur i tha hoxha i tyne? I kërkoj hallalek, Allah, kulmi i modestisë, edhe kulmi i pjekurisë, edukatorit, të urtë, e largpamës, i kërkoj hallalek fëmijëve të ti, e djemve të ti, edhe babës, edhe i lumi e për babën e ti, edhe të lumt ne për babalarët tanë që i kemi mirësi dhe bekim nga Zoti i gjithësisë. E në nënvëzhgimet e tyne marrim dritën e Zotit dhe bekimet e ti. Se përderisa është baba edhe nana në jetën tonë, është një derë garante e suksesit dhe e bekimit që nuk mbyllet asnjëherë. Dhe është një derë garante për të na ruajtur Zoti nga çdo rrezik në jetë. Se baba e nana luten çdo ditë dhe çdo natë për fëmin e tyne. Edhe ne me pranin e babalarëve në mesin tonë jemi ma fatlumët edhe ma të gëzumt e botës. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte kështu: nëse kërkoni për dijen, shkundeni Kur'anin, sepse në të është dija e të parëve dhe të mramëve. Edhe nalemi pak. Po sikur ta marrën një Kur'an dhe ta shkun. Dhe të kërkoj nga gjithë secili prej djemve që ta marrin librin që kanë përpara durve dhe ta shkundin. Çfarë do të bjerë prej atij libri? Nuk do të bjerë asgjë, ndoshta pak pluhun. Po si me e shkun Kur'anin? Si me e shkun librin e Zotit? Me e shkun duke mësuar me e lexu, duke e lexu, duke u përpjek me e kuptu, për të ditë se çfarë kërkon Zoti prej nesh. Vërtet, çfarë kërkon Zoti prej nesh? Vërtet, a dim ne me e lexu fjalën e Zotit? A dim ne me e lexu mesazhin hynor që na vjen nga Krijuesi i gjithësisë? Kur ishim studentë, një prej hoxhallarëve tanë të mëdhenj na thoshte: në marrëdhënien tuaj me Kur'anin familjar, mos u bani si ai person i cili ka vendosur në murin e dhomës kryesore një dëshmi të një pasunie të madhe që e ka trashëgimi nga gjyshi i tij. Mirë po që thot, ajo është aty, është e shenjtë dhe nuk preket, ndërkohë që ai jeton në një gjendje varfërie ekstreme. Ai është pa mend. Dhe ajo që ka varë në mur nuk i ka si vlerë. Edhe ne nuk na ka asnjë vlerë Kur'ani nëse e varim në mur, apo e lajmë në sirtare për të na zbukuruar xhamit apo shtëpit. Libri i Zotit, e fjala e Zotit nuk është për t'u lënë në sirtare. Është për t'u shkuar, për t'u kuptuar, e për t'u mësuar siç duhet, për të jetuar me ajken e Kur'anit e me ajken e fjalës së Zotit, si njerëz përparimtar, e njerëz të qytetëruar, e njerëz që dinë të komunikojnë me tjetrin, kushdo qoftë tjetri, duke e respektuar tjetrin, besimin e tjetrit, përkatësinë e tjetrit, sepse si mund të thras libri i Zotit drejt ndasive dhe përçarjes? A na don Zoti të përçam e të ndarë me njëri tjetrin? Hasha. Shkundeni Kur'anin.
Grisini faqet e Kur'anit. Mani lapsa në dorë dhe shkruni dhe nënvizoni Kur'anin. Pyetni imamin, lexoni, hulumtoni se çfarë kërkon Zoti prej kësaj dhe prej asaj dhe kujdes se ka shumë sot që e lexojnë Kur'anin, por në fakt as nuk e shqiptojnë si duhet dhe nuk është problemi tek shqiptimi. Nuk e kuptojnë siç duhet dhe e keq interpretojnë atë dhe në vend që të veprojnë atë që duhet, veprojnë të kundërtën. Ka shumë e shumë njerëz që e lexojnë Kur'anin dhe Kur'ani i mallkon ata. Sepse e tjetërsojnë qëllimin e fjalës së Zotit. E marrin përdorë njeriun të riun në veçanti, drejt fanatizmit të verbër, drejt ekstremizmit, drejt ignorancës, drejt bunkerizimit në jetën e tij të përditshme. Edhe duket sikur dikush me Kur'an duhet jetojë shpellave, ndërkohë që Kur'ani është libri i jetës sonë të përditshme, i komunikimit me njëri tjetrin, me muslimanin, me jo muslimanin, me çdo gjë në këtë botë, me dinjitet, me krenari, duke respektuar çdo kënd, kudo që të jetë, duke respektuar çdo prej krijesave të Zotit, duke mos u bë gjyqtar i njëri tjetrit, duke u bë vëllezër me njëri tjetrin, duke u bë dashamir të njëri tjetrit. Prandaj kjo ditë është një ditë shumë e madhe dhe është një datë shumë e shënuar për komunitetin tuaj e për krejt ne, sepse qoftë edhe një djalë i vetëm, a një vajzë e vetme, nëse i hapet drita edhe perdja e mbarësisë hyjnore për të hyrë me e lexuar dhe me e kuptuar fjalën e Zotit, ky është një bajram shumë i madh për ne. Jo ma ky numër i konsiderueshëm i këtyre djemve të bekuar që sot kanë gëzimin e tyre më të madh të jetës. Hazreti Osmani thoshte, nëse zemrat tona do të pastroheshin, nuk do të ngopeshin me Kur'an, edhe kishte të drejtë. Allahu qoftë i kënaqur me të. Se si mund të ketë njeriu një lloj distance ndaj asaj që vjen nga Zoti i gjithësisë. Mund të ketë distancë vetëm për një arsye, se në zemrën e tij ka perde, ka pluhun, ka hije, ka dyshime, ka një gjendje jo normale, të njeriu jo normal, që ka nevojë për shërim. Sepse përndryshe, si do të qëndrohen të larg asaj që është më e mira, dhe që vjen nga krijuesi i gjithësisë. Prandaj kemi nevojë që me luftu me zemrën tonë, me veten tonë, e me u përpjek ditë pas dite, mos me elan mazdore Kur'anin, e mos me ja kthy shpinën Kur'anit, e mos me e braktis fjalën e Zotit, se në fakt presim veten tonë në besë. Kur ta bëjmë një gjatë të tillë, kemi prej veten në besë. E kur të kemi shkyr perdet e hutimit, e apatisë, e dilemave të kota, e dyshimeve, e pluhurit të ignorancës, dhe i kemi dhënë dorën, e zemrën, e shpirtin librit të Zotit, atëherë duhet gëzohemi se sapo kemi nisur rrugën. Të dashtun dhe të shtrenjtë, për të mos e zgjatë. Thot Hazreti Enesi radiallahu anhu, dhe pse po e përmendi këtë emër. Ky zotni ka jetuar shumë me pejgamberin ton alayhi salatu wasalam. Ka qenë hija e pejgamberit alayhi salam. Ka pas një marrëdhënie të shkëlqyer me dërguarin e Allahut. Thot, më ka thënë kështu një ditë: "Ja buneja, o biri im." E ka konsideruar si djalin e vet. "O biri im, mos u huto nga leximi i Kur'anit. Që momentin që do të zgjohesh, por edhe kur të shtrihesh për të fjetë, sepse Kur'ani e ringjall zemrën e vdekur dhe ndalon nga përshtirësitë dhe çdo gjë e shëmtuar në jetë." Një mesazh që duhet ta marrë gjithë secili prej djemve tanë sot, si të ishte duke e ndëgjuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam në mëkamin e Hazreti Enesit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë se më të mirët ndër ju janë ata që e mësojnë Kur'anin dhe ja mësojnë të tjerëve.
Në realitetin e tanishëm, hoxha jon i madh, edhe djali i tij besnik, edhe këta djem edhe këta dhëndur të kësaj mirësie të madhe. Këta janë më të mirët sot në këtë mexhlis. Njerëzit e Kur'anit. Dhe për fund, me lejoni t'i drejtohem djemve me një fjalë që ju thash do ta përfundoj ligjëratën time me të. Ju të dashtun, edhe të mos keni asnjë emocion. Se nisi ky takim duke ju thënë se keni emocione. Ju nuk keni asnjë emocion. Ju keni vetëm gëzimin e madh të këtij momenti. Ju në këtë moment, në këtë ditë, e thuj me përfundimin e këtij mexhlisit, merrni një certifikat nga hoxha e juaj. Por nëpërmjet asaj certifikate ju merrni një dëshmi. Që pasha Allahun nuk ka dëshmi më të madhe në jetë se sa kjo dëshmi. E dini cili është? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: Inna lillahi ahlina minan nas. Allahu i ka disa njerëz, njerëzit më të afërt të Allahut azza wa jall. I than, kush janë ata, o i dërguari i Allahut? Tha: Ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuhu. Njerëzit e Kur'anit, hafizët, ata që angazhohen me Kur'anin, ata që e lexojnë Kur'anin, ata që përkushtohen ndaj fjalës së Zotit, ata janë më të dashunit e më të afërmit e Allahut azza wa jall. Ju sot e merrni këtë dëshmi. Ju sot e merrni këtë fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe me krytin nalt të dashunit e mi. Me krytin nalt sepse jeni të dashunit e Allahut. Me krytin nalt hoxhi dashun sepse Allah subhanahu wa ta'ala të ka begatu me përfundu sot, me mbyll sot një etapë shumë të rëndësishme edhe të jetës tane e të mundit tanë fisnik, duke na dhuru të gjithëve ne një ekip ku shkruhet të dashunit e Allahut, ehlullah wa khasatuhu, edhe ti zotnia e jote, e bashkë me hoxhen ton të shtrenjtë, jeni në kryet e kësaj liste, e i lutem Allahut azza wa jall me ju begatu, e më dhanë mbarësi, të lumt ju prindër të dashton për fëmijët tuaj, e të lumt ne për këta djem, e të lumt ne për dashninë dhe harmoninë dhe mirëkuptimin në mes vete, paqi, mirësi dhe bekime. Allah azza wa jall e shtov dashninë dhe harmoninë në mesin tonë, i bekov të rojet tona shqiptare, i rujt shqiptarët kudo qofshin dhe në çdo cep të botës që të jenë, dhe i dhash mbarësi dhe bekime, e na baf për atyre që duhen për hir të Tij, e bashkëpunojnë për hir të Tij, e inshallah jetojnë me faqe të bardhë dhe ringjallen nesër me faqe të bardhë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shumë faleminderit.